Renato Gura, përshëndetje. Përshëndetje. Pak ditë më parë u shpall nga Shkodra Sport si talenti i vitit 2024 për sportin e boksit. Është emocion kur merr një vlerësim të tillë? Po, normal është emocion si më kanë dekoruar me talenti, certifikatën talenti i vitit. Është një privilegj për mua si sportist. Keni zgjedhur sportin e boksit. Cila është arsyeja që keni vendosur të bëheni boksier? Po, kam provu edhe sportin e futbollit kur kam qenë i vogël, por se kam gjetë veten aty. Atëherë boksi më kam qenë gjithmonë qysh i vogël fizikisht si pak më i rritur ose më i fortë se shokët e mi. Atëherë zgjodha sportin e boksit. Sa vite keni që merreni me boks? 3 vite gjys. Keni qenë gjithmonë i suksesshëm apo ka pasur momente vështira Normal që ka pasur momente të vështira, por humbja të bën më të fortë. Kam vendosur gjithmonë që të arris synimet e mia. Viti 2024 besoj që ka qenë i suksesshëm, kampion me të rritë dhe nën kampion me të rriturit. Po, ka qenë kampion me të rritë, edhe boksier me teknik dhe nën kampion me të rriturit. Brenda një viti. Janë këto arritje një nxitje për të vazhduar punën për të ardhmen? Po, shumë një nxitje shumë e fortë që të vazhdojmë për të grumullojmë sa më shumë titull kampion, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arena ndërkombëtare. Keni zgjedhur një sport që ka nxjerrë shumë kampion të mëdhenj në Shkodër. Po, vllaznia shuhet është 26 herë ekipi kampion i boksit. Është një ekip shumë i mirë me trajnerët Muxherasin që t'i falenderoj trajnerët e mi për shërbitjen dhe për kushtimin ndaj me dhe sportistëve të tjerë. Keni fatin që stërviteni nga emra kampionë, Zevgjoni, Artur Gavoçi, Jetmir Kuçi, Lazarin Vila, duke që palestra është mbushur me trajner kampion dhe keni se çfarë mësoni për tyre? Po, normal na mësojnë shumë. Kur rrin me kampiona do bash kampion se është edhe shpreha. Privilegj shumë i madh. Është e vështirë për një djalë të ri të merret me sportin e boksit? Nuk është e vështirë, po duhet veç vullneti edhe synime. Nëse ke vullnetin për të arrit diçka e arrin. Por shumë prej të rinjve në fakt preferojnë mënyra të tjera për të kaluar kohën e lirë dhe jo sport. Mendon që është më mirë të merresh me sport? Normal, është shumë më mirë që të merresh me sport, ke shumë avantazhe në jetë edhe për çdo gjë. Cili ka qenë momenti më i bukur deri tani në sportin e boksit për ju? Në sportin e boksit ka qenë kur mora pjesë në kampionatin botëror. Ai ka qenë momenti më i bukur. Në të gjithë shtetet e botës, si edhe Shqipënia, përfaqësuar. Kam përfaqësuar unë me shokët e mi. Edhe është emocion të profesor Shqipërinë? Po, shumë emocion i madh dhe privilegj. Çfarë synoni në vitin 2025? Që të shpallem kampion Shqipënie dhe në arena ndërkombëtare të jap maksimumin për me provoj titull Shqipëni. Tashmë ka filluar edhe boksi profesionist. E shihni gradualisht veten edhe në këtë boks? Po, gradualisht domethënë do ecim një herë me boksin olimpik, atëherë normal që do vazhdojmë me boksin profesionist, shumë shpejt. Në familjen Gura, kush gëzohet më tepër kur arrin një sukses Renatoja? Të gjithë gëzohen, por gjyshi, Axhi, babi, gjithë kurse shtëpisë babi ka qenë një shtyllë shumë e madhe që të vazhdoj sportin e boksit, se të tjerë se më kanë mbështetur në fillim, por atëherë pak të gjithë u mësuan. Po kush i kritikon më tepër nga pjesëtarët e familjes? Babi. Babi më kritikon më shumë, duhet mu servit dhe të gjitha. Shtyllë shumë e madhe për mua. Keni pas ndonjë moment gjatë këtyre 3 viteve dhe gjysmë që keni menduar pse po merrem me boks, duhet ta lë? Jo, se kam menuar ndonjëherë si me lan boksin, veç që të vazhdoj të servitë më shumë dhe të vazhdoj veç përpara. E shihni veten gjatë në boks? Po. Cila është ëndra më e madhe që dëshironi të arrini si boksier i vllaznisë dhe i kombëtares? Normal që të sjell medalje ndërkombëtare, medalje europiane ose botërore në Shqipëri, në vendin tim. Renato, faleminderit dhe të urojmë suksese. Faleminderit shumë.